Dhe pas farmacisit jemi këthy të tema e tretë, tema të shumta të ndryshme, por të cilat të gjitha janë ashtë të nevojshme për t'i ditur, si që është edhe tema e momentet të cilën do t'a flasim. Prind të shumë na kanë shkruar të faqja familja jonë, sidomos më kanë shkruar edhe mu privat, ku i ke fëmijë shkollë, pyetje të ndryshme të tjera, sepse është shqetësimi më i madh dhe vendimi më i rëndësishëm në jetën e prindërve, sepse gjithmonë ne jemi përgjegjës për ata se ku i dërgojmë dhe me çfarë vendosim ti rrisim fëmijët tanë. Edukimi dhe shkollimi është shumë i rëndësishëm, sidomos kur vendosim në shkollën ku e dërgojmë. Unë si nanë kam vendosur që fëmijët e mi të dërgojnë në shkollën finlandeze, e të cilën her pas here ndaj edhe në rrjetet e mia sociale eksperiencën dhe përvojën time, falë mesazheve dhe pyetjeve tuaja në mënyrë që mos përgjigjem unë diçka gabim. Sot në studio e kam shkollën finlandeze, më konkretisht Edlira Dibrane, e cila është zyrtare për komunikim në këtë shkollë. Mirë se erdhe. Nuk po du me lujtë rolin tanë, ma mirë përgjigje është ti, më me dhona e përgjigje gabim, me gjithë unë i di për shkak të fëmijëve, po prapë se prapë është koha kur prindet e kanë të rëndësishme të vendosin një që është vendimi më i rëndësishëm për fëmijët e tyre, shkollimi dhe edukimi i fëmijëve. Është tash regjistrimet veç po vazhdojnë, ka qenë njëherë regjistrimet e hershme, tash jemi duke shkuar drejt kompletimit të numrit të fëmijëve. Po, ashtu që përmendë ti Sarand, është një nga vendimet më të rëndësishme për prindrit, është ai edukimi që e formson edhe identitetin e fëmijës dhe përgatitjen për jetë dhe gjithçka tjetër, shoqëria e gjitha ato elementet e tjera, edhe na kena shumë kënaqësi me punu me fëmijë që nga moshat e hershme prej 5 vjeç deri në diplomim në shkollë të mesme, edhe me pa tamam atë rrugtimin se si po ndryshojnë, si po transformohen, edhe mandej po na bëjnë krenare, po na përfaqësojnë edhe në vendet ndryshme kudo në botë. Edhe tash edhe po zgjerohemi, edhe shkolla është duke u rrit, ku kemi filluar edhe me ndërtimin e kampusit të ri, edhe po kemi pas regjistrimet e hershme, të cilat kanë qenë deri me 15 shkurt, dhe tash po vazhdojnë regjistrimet edhe pak muajve që se mbyllen, dikur ka fillimi i muajit qershor. Po, për momentin kemi shumë familje të cilat do t'i bashkohen shkollës, për atë arsye edhe kemi filluar ndërtimin, pothuajse tash jemi në përfundim të ndërtimit të kampusit, ku do të kemi edhe hapësira shtesë, si pishina e notit, hapësira e fitnessit të brendshëm, i cili do t'jetë pak ma ndryshe, do t'jetë një smart gym, ne po e quajmë, apo një hapësirë ku fëmijët e zhvillojnë pjesën e aktivitetit fizik përmes teknologjisë edhe lojrave shumë interaktive, edhe mandej edhe salla tjera të ndryshme të shkencës, arteve të tjera me radhë, që po besojmë kanë me komplementu edhe ma shumë atë sistemin finlandez që mundojmë me sjellë këto. Po, kjo do t'jetë e gatshme për këtë vit shkollor apo për vitin tjetër? Ne pothuaj se jemi në përfundim, mirë po që ta kemi tamam startin më të mirë, do t'jetë gjithçka gati nga shtatori. Nga shtatori. Kështu që gjithë ata të cilët ende janë duke menduar, mund të vinë në shkollë, ta shohin edhe objektin apo kampusin e ri, por edhe ato se çka planifikohet aty. Do të ndohen fëmijët në bazë të gjeneratës tek kampusi i ri dhe shkolla apo objekti aktual? Për shkak se tash me lancimin e programit Impact në gjuhën shqipe, kemi pasur interesim shtesë, tash do të shtohen edhe klasa të tjera, për shkak se ne zakonisht kemi vetëm një paralele në secilin klasë, tani do të shtohen edhe paralelet e reja në programin Impact, ku do të jenë edhe në kampusin e ri, mirë po edhe hapësirat e tjera të përbashkëta do të shfrytëzohen nga të dy programet. Ideja është fëmijët të ambientohen nga të dy programet, sidomos pjesa e gjuhës angleze është diçka që i kushtojmë shumë rëndësi edhe te programi Impact, për shkak që e shohim edhe zhvillimin e njohurive që fëmijët i kanë edhe të jenë të gatshëm për jetë në atë aspekt. Dallimi në mes Impactit dhe shkollimit të rregullt është vetëm gjuha, domethënë lanti kanë të njëjta, mundësit i kanë të njëjta, që mos ta kena dilemen këtu kanë më shumë mundësi se këto. Po, të dy programet, si me thënë, dallimi kryesor mes programeve, përveç gjuhës, po, është edhe plan programi, për shkak se plan programi ndërkombëtar është krejtësisht me plan program finlandez, kurikul, plane individuale të mësimit, gjithçka tjetër është në një diapazon pak më ndryshe, për shkak se implementohet gjithçka nga Finlanda, edhe librat, materialet, mandej edhe
edhe disa mësimdhënës ndërkombëtar që janë në shkollë, ndërsa programi Impact është një blendim apo komplementim i kurrikulës së Kosovës me pedagogjinë finlandeze, që do me thonë është një mësim shumë ma interaktiv për fëmijët, i bazuar në praktik, në lojra, do me thonë shumë ma i praktikushëm dhe ik nga ato metodat klasike të mësimit të cilat ne jemi mësu duke mësu përmesh, ose duke qëndru ullën gjatë ditës në karrikë edhe mos me pas aktivitet fizik. E sistemi finlandez e komplementon ato, edhe kemi pas komente tjerëzakonshme dhe pozitive nga prindrit të cilët kanë qenë pjesë e këtij programi këtë vit, edhe tash veç se do të krijohen edhe klasa të reja. Unë thash që jemi drejt fundit kur edhe kompletohet numri i fëmijëve të cilët mund të pranohen në kapacitetin e shkollës. Ku ka vend më shumë momentalisht, te programi Rregullt apo Impakti, në mënyrë që ta dinë edhe ata mos presin shumë, le të guten pak. Janë, do me thonë, vendet e limituara, për shkak se zakonisht ne në klasë kemi një numër të caktuar. Zakonisht klasa e parë, edhe e 6-ta dhe e 10-ta janë të cilat mbushen më shpejt, për shkak se janë ato tranzicionet, nivelet ku fëmijët kalojnë. Kështu që ato janë të cilat mbushen më shpejt, edhe sigurisht, sidomos klasa e parë, shumë e rëndësishme me dhënat startin e mirë dhe mandej me ndjek me të njëjtin sistem edhe nivelet e tjera, mirë po edhe nxënësat të cilët janë në shkolla aktuale të tjera, për shembull klasën e 3 ose të 7-ën, prapë ekziston mundësia e transferit, edhe ai orientimi që bëhet edhe ambientimi në shkollë është shumë i lehtë, për shkak se është një ambient shumë i këndshëm edhe shumë i lumtur për fëmijët, që ne munduemi mas shumë të ato me promovu, që fëmijët mund jetë lumtur, me arë me shumë dëshirë në shkollë, edhe përmes asaj mandej edhe po kanë sukses akademik. Shka shumë shpesh raste, kjo ka qenë edhe në vitet më herët kur s'ka qenë programi Impact, që prind një ndër arsyet që kanë pas me pru në shkollën finlandeze ka qenë edhe mësimi i drejtë edhe i duhur i gjuhës angleze. Edhe sa mendon ose nga praktika, sa gjenden fëmijët të cilët nuk kanë njohuri të gjuhës, a ju vyn shumë kohë me u përshtat me mësimdhënësit, me klasën, që ta kapin më shpejt? Po, sidomos fëmijët në nivelin fillor, si me thënë, thithjen e nivelit të gjuhës angleze e kanë shumë të shpejt, për shkak se janë ende të vegjël, edhe kur ekspozohen gjuhës angleze gjatë tërë kohës çdo ditë, pothuajse 7 deri në 8 orë, është e pamundur për ta që mos me mëso. Që punohet individualisht me këta fëmijë. Po, kanë edhe qasje individuale, pastaj plane individuale të mësimit ndihmojnë shumë, për shkak se shikohet progresi edhe objektivat në bazë të nivelit të fëmijës. Qoftë edhe nëse fëmija është mbrapa, po të njëjtën kohë edhe nëse është shumë përpara, sfidohet që mos me pas monoton nivelin i cili po mësohet. Kështu që nivelin e gjuhës angleze shumë shpejt fëmijët e përvetsojnë. Sigurisht në nivelet më të larta, sikurse shkolla e mesme, fëmijët duhet me pas një nivel pak më të avancuar të gjuhës, për shkak se edhe termet shkencore edhe librat janë nivel pak më i intensifikuar, edhe si më thon përgatitja për universitet është shumë pak më edhe lehtë edhe kompletune dhe do në jam atë gatshëm në çdo aspekt, qoftë psikologjik, qoftë social, qoftë nga njohurit. Këto po e flas edhe nga përvoja ime si non e cila i ka fëmijët aty. Para pak ditëve familja jonë ka shënuar ditëlindjen edhe na menojmë që kam ju bë dhuratë shikuesve tonë. Unë kështu du me ta bëj një pyetje shumë direkt në mënyrë që ti mos kesh mundësi me thonë jo. A mund t'ja bëjmë një dhuratë këtë atyre që vinë përmes familja jonë në shkollën finlandeze, t'ja bëjmë një zbritje në regjistrimin e një fëmijës ose sa do fëmijë që sjell ajo? Po, patjetër, për gjithë ata të cilët vinë përmes komunitetit të familjes sonë, gjithsesi do t'ju ofrojmë një zbritje, sikurse në programin Impact apo edhe në atë ndërkombëtar, kështu që të gjithë ata që janë mund të na kontaktojnë edhe gjithsesi ne do t'ja ofrojmë një zbritje. Patjetër. Sepse na jemi mësu, nuk ta bëjmë një të mirë pa na bënë të mirë. Po, patjetër, edhe me rastin e shënimit ditëlindjes gjithsesi. Faleminderit. Ideja është që unë edhe te edhe shkolla në përgjithësi mendojmë më të mirën e fëmijëve tonë, edhe kur mendojmë më të mirën jemi edhe dorëshlirë pastaj, sepse dhuratat gjithmonë kanë identifiku si popull. Kështu që shkolla finlandeze jo vetëm këtë herë, por shumë shpesh ka bërë edhe trajnime të fëmijëve gratis të cilat kanë qenë në kompjuter, në metodologji të tjera, madje edhe të
fëmijëve të cilët nuk janë të regjistruar në shkollën tuaj. Po, tash e kemi edhe panajirin e shkencës dhe inovacionit, ku edhe fëmijët e shkollave tjera kanë mundësi me ardhe dhe me pas se çka nxënësat tonë kanë punu gjatë tërë vitit, shohin edhe ata produktet ndryshme, inspirohen pse ju antar me një bashku komunitetit. Ja, pra, se nuk je marrë meritat veçon që bona dhurat, kjo me të mu, dhurat për familja ju. Për juve. Po prapë se prapë shkolla finlandeze janë shumë dëshlirë në këtë aspekt, edhe punojnë shumë për fëmijët dhe janë gjithmonë pranë fëmijëve. Një prej misioneve më të shajta që një mësimdhënës dhe një shkollë mund ta ketë për fëmijët e tjerë. Deri në qershor mbyllet afati regjistrimit. Domethënë nuk keni kohë më shumë se deri në qershor, unë ju inkurajoj që të hyni në faqet e tyre në shkolla finlandeze në Facebook dhe Instagram, ta kontaktoni direkt Edilirën, e cila është zyrtare për komunikim në këtë shkollë, të shkoni në shkollë, sepse janë të qasshëm nga ora 8 deri në 5. Deri në ora 5 mazite, e përfundoni punën, shkoni shpejt, merrni informacione, shikoni shkollën, mund ta sillin fëmijën për një ditë sigurisht. Test e të tjera mundësi të cilat i kuptoni pastaj nga Edilira. Unë e kesh veç bartse informacioneve. Edilirën falenderoj shumë që çdo herë je gatshme me ardhë në emision edhe me bashkëpunu. Unë shpresoj shumë që të kemi edhe bashkëpunime tjera me fëmijët e shkollës, pse jo në mënyrë që të sillim sa më shumë atë energjinë pozitive që mbizotronte ju. Faleminderit shumë Saranda, ishte shumë kënaqësi edhe ndihem si familje, si në shkollë, si këtu kur jemi bashkë. Faleminderit shumë. Familja jonë është familja e të gjithëve, kështu që me të drejtë ndihesh ashtu. Ishim të miq bashkë me Edilira Dibrani, zyrtare për komunikim në shkollën finlandeze, të cilin e keni shumë lehtë ta kontaktoni përmes faqeve apo numrave të telefonit. Me të vërtetë ja vlen me shku të paktën të informoheni nga afër nga Edilira për krejt mundësitë që ofron shkolla. Ne sot do fokusuam shumë tek regjistrimi, herë të tjera do të flasim bashkë me Edilirën pse jo me nxënësit, me mësimdhënësit, edhe për programe të veçanta, për klube të veçanta të cilat identifikohen si unike në Kosovë, sepse nuk i kanë shkolla tjera. Por ishte shumë rëndësishme të flasim për regjistrimin me që jemi në ditët e fundit, kur edhe mbyllet edhe numri i limituar i fëmijëve që mund të regjistrohen në këtë shkollë. Ne po vazhdojmë me diçka krejt tjetër, do shkojmë bashkë me nutricionistën dhe dietologën Albulena Shabani Lazi të flasim për diçka të shëndetshme. Ju e dini që Lena përveç neven që na ka ndalu me ushqy gabim, është duke punuar në drejtim të drejtë dhe të fuqishëm që t'ja ndroj shpërritjet e ushqyrit edhe juve dashur miq. Shkojmë me Lenën.